Bashkia e VAUTD-s në bashkëpunim me organizatën Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë ka organizuar aktivitetin përmbyllës të projektit VAU-IDES si destinacion turistik financuar nga Bashkimi Evropian. Për kryebashkiakun e kësaj zone Kristian Shkreli, turizmi tashmë ka marrë hovin e duhur dhe do t'jap një kontribut për zhvillimin e mëtejshëm të kësaj bashkie. Në bashkinë tonë dhe sipas statistikave, numri i vizitorëve ka ardhur gjithmonë në rritje. Në këtë rrugtim, një kontribut të rëndësishëm ka dhënë dhe ky projekt. Kemi përmirësuar informacionin turistik duke shoqëruar me harta orientuese apo tabela për të risjellë në imazhe të plota të objekteve që kanë mbetur rrenoja, por që mbartin histori. Krahas trajnimeve të vazhdueshme, veçanërisht për të rinjët, rreth 50 persona janë punësuar. Infrastruktura turistike në zonë kërkon përmirësim dhe shtim të kapaciteteve për ushqim dhe akomodim, ku dhe këtu projekti ndihmoi për nxitjen e disa iniciativave që kontribojnë në përmirësimin e shërbimeve në fushën e turizmit. Nga ana tjetër, sot kemi më tepër kapacitete, siguri dhe shoqëruar me guida. Jemi të kënaqur me arritjet, por sërish lind nevoja për një promovim më të madh dhe të vazhdueshëm të resurseve tona, për ta kthyer VAU-n e IDES jo vetëm si një rrugë kalimi për të shkuar drejt Alpeve, por për të dhënë më shumë jetë zonës së liçenit të VAU-IDES. Qarku i Shkodrës njihet për larmin e diversitetin e paketës ofertës turistike që të ofron. Duke marrë parasysh sepse kemi një turizëm historiko-kulturor, kemi një turizëm liçenor përfshirë edhe detin, po ashtu kemi edhe atë malor. Kjo është edhe në vëmendjen e qeverisë shqiptare. Në qoftë se do të njekim edhe zhvillimet e fundit, është edhe lançimi i paketës malore që qeveria shqiptare po jep prioritet. Gjithashtu edhe një pjesë e infrastrukturës që qeveria shqiptare po investon pikërisht për të aksesuar këto pjesë të ofertave turistike që ne i kemi në asetet e qarkut të Shkodrës. Andrea Ferrero, drejtuesi i sektorit të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe social, pjesë e Bashkimit Evropian, premtoi se tashmë rikthimi në këtë zonë do ta ketë së bashku me familjen e tij. Është një moment lumturie dhe trishtimi në fund të një projekti, por e di që edhe gjërat e mira e kanë një fund. Arrit të shoh se si ky bashkëpunim ka qenë i mirë dhe bashkëpunëtorët janë të lumtur mbi arritjet e projektit. Unë do të kthehem këtu së bashku me familjen time, tashmë sepse jemi adhurues të hiking. Projekti në fjalë ka kontribuar në zhvillimin e zonës së VAU-IDES për të bërë një destinacion turistik tërheqës me bazë komunitetin. Në fund të takimit disa prej përfituesve dhanë ndjesitë e tyre për ngritjen e bizneseve të reja, teksa të rinj të tjerë u certifikuan për trajnimet që janë kryer gjatë kësaj periudhe.